Po, nuk është hera parë që Serbia ndërhyn në integritetin dhe territorialitetin e Kosovës. Edhe në të kalumen ka vepru kështu, edhe tash në zgjedhjet jashtëzakonshme që i kemi 28 dhjetor, para tyre ka vendosur që të shpall një konkurs shtesë lidhur me angazhimin e mbi 350 mjekëve shëndetësor, do të thotë në institucionet shtetërore serbe, të cilat funksionojnë në mënyrë paralele dhe ilegale në Republikën e Kosovës. Kjo është një anë e ndërhyrjes direkte të Beogradit në Republikën e Kosovës. Nga ana tjetër, përmes këtyre konkurseve, Serbia në vazhdimsi manipulon dhe mon në presion qytetarët serbë në Kosovë dhe para këtij konkursi me datën 19 ka bënë një njoftim që prej datës 20 dhjetor do të shpërndaj edhe ndihma financiare për qytetarët serbë në Kosovë. Do të thotë nuk është një konkurs i vetëm, por është një politikë shtetërore e cila angazhohet në vazhdimsi që të manipulojë me qytetarët serbë në Kosovë, rrjedhimisht të diktoj edhe se kush do të jetë fituesi i zgjedhjeve nga komuniteti serb në Kosovë, duke eliminuar të gjitha alternativat të tjera demokratike që vijnë po nga komuniteti serb. Në vazhdimsi, Beogradi synon të ndërhyjë në Kosovë përmes qoftë skemave sociale, qoftë punësimeve të tilla. Gjithashtu, Beogradi zyrtar, përkatësisht presidenti serb, ka bërë edhe disa deklarime duke shpallur favoritet e Beogradit në Kosovë për zgjedhjet nacionale. Pra, bëhet fjalë për listën serbe. Madje ai ka ndërhyrë në proces duke thënë që një kandidat nga një parti tjetër serbe, i cili është rrikur nga gara, ka bërë një veprim pozitiv. Rrjedhimisht kjo shihet si ndërhyrje direkte, pra duke pamundsuar alternativat të tjera dhe duke favorizuar listën serbe. Pra, rrjedhimisht ky orientim i votës ose kanalizim për të votuar listën serbe me preferenca nga Beogradi është një sabotim në procesin e zgjedhor të Kosovës. Për shkak se e dim shumë mirë edhe në kaluarën që lista serbe si ka vepruar, pra duke u tërhequr nga institucionet e Kosovës, pra edhe në të ardhmen nëse kjo parti politike arrin që të merr mandatet të cilat Republika e Kosovës i ka të rezervuara për komunitetin serb, atëherë është një mundësi tjetër që të vazhdojë politika e njëjtë e Beogradit karshi Republikës së Kosovës. Instituti Oktopus në vazhdimsi ka paralajmëruar për këto ndërhyrje, jo vetëm tani, por edhe në të kaluarën. Andaj ne i kemi bërë thirrje edhe komunitetit ndërkombëtar, qoftë Bashkimit Evropian dhe vendeve të tjera perëndimore që të reagojnë lidhur me këtë ndërhyrje direkte të Beogradit në Republikën e Kosovës edhe në procesin zgjedhor. Rrjedhimisht BE-ja duhet të sankcionojë leadershipin e Beogradit, jo vetëm për këto raste, por e dim që edhe në të kaluarën ka qenë implikuar direkt qoftë në rastin e Banjskës, qoftë në rastin e Iber Lepencit. Pra, mosveprimi adekuat i perëndimit në raport me Beogradin i kanë leju Vučićit të ketë një terren paksa të hapur dhe të ndikojë kështu në mënyrë direkte përmes mekanizmave të tij, siç është rasti i listës serbe në Kosovë. Serbia nuk përdor vetëm një mekanizëm politik ose vetëm financiar. Ai përdor mekanizmat hibrid dhe proxy në raport me Kosovën.
Pra të gjithë, jo vetëm partitë politike, jo vetëm organizatat qeveritare, por edhe mediat cilat veprojnë në Kosovë, i manipulon ose i përdor për propagandë në raport me institucionet e Kosovës. Ne e dim se gjatë verës një gjë e tillë kishte bërë në raport me policinë e Kosovës në veri, mirë po pas një hulumtimi ndërkombëtar ka dalë që policia e Kosovës ka vepruar korrekt në raport me qytetarët serbë në veri dhe është demaskuar ajo narrativ serbe për cilën fillimisht Instituti Oktopus ka reaguar. Dhe pra edhe në këto zgjedhje, do të thotë nuk përdoret vetëm mekanizmi politik dhe ai financiar, po përdoren mediat, lajmet e rreme edhe të gjitha organizatat e tjera të cilat i përdor në mënyrë direkte ose indirekte përmes njerëzve të saj që i ka në Kosovë. Instituti Oktopus pra bën thirrje Bashkimit Evropian që të ndërmarrë hapa konkret në raport me Beogradin dhe të ndalet një praktikë e tillë në raport me Kosovën. Pra të tërhiqet, nuk mjafton tërhiqja e vërejtjes ndaj Vučićit, por të merren hapa konkret, qoftë edhe ligjor siç ka bërë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.